Përshëndetje, kuzhina Nirit, sot kam vendosur me nda me juve edhe një recet 100% efektive, 100% natyrale, që më ju thonë që tash para se jo mja fillu atje, ju thonë në fillim, 1 orë nuk ka më shku, ka më ndalu kollitja. Të dy kollitjet, kolli i thatë, që është edhe më i keq se sa kolli i njom, që është me kelbaz, kolli i thatë bashkë më shkniti që në tokë, që ki djekësim gjokësit. Për dy llojet e kollit është pra. Është edhe vlen ta përdorni sikurse të rriturit, ashtu edhe fëmijët e vegjël. Krejt çka nevojiten prej përberzve janë gjysë gote ujë të ngrohtë. Gota është e çajit, pra e vlani ujin me parë edhe e lani ju me qenë krejt i ftoftë i ngrohtë. Pra gjysë gote të çajit me ujë të ngrohtë, gjysë limonit vogël, langun e gjysmës së limonit, biber të zi, siç përshefni në lugë të çajit, lugës çajit, një lugë të mesme me çfarë do lloj mjalti që ju e keni në shtëpi. E marrim bismillah limonin edhe e ndrydhim, pra langun e gjysmës së limonit. Për juve që keni dhimbje të fytit, pra për kallë për mena, dy llojet e kollit, thatë edhe të njom, për dhimbje të fytit, për juve që keni probleme me frymorën, sidomos ata që kanë bonitizin, fëmija mas shumëti, ja përdorni qëtë recetë fëmijëve, e përdorni për juve të rriturit, pra shumë. E kemi qitë langun e gjysmës së limonit. Marrim tash biberin e zi, edhe marrim një lugë të mesme me mjalt. Çdo ditë shkruajnë pra shumë motra neri na myti kolli bashkë që 3 muaj edhe nuk po më largohet, kom përdor gjithçka edhe nuk ka kush që hik. Përdorni motra të dashura edhe keni me pa vet, keni mu çudit pra, brenda 1 ore pjo tham hiq ma vonë, e përzini mirë shta përbers, keni me pa pra, keni mu shënu vet edhe keni mu bind vet për këtë recet natyrale që përbet pra vetëm me këta përbers natyral. E përzini mirë, mandej e konsumoni kështu, pra përdorimin e pas e kemi përzi krejt ta përbers, përdorimin e bani kështu, në mëngjes kur çoni në sabah, e pini pra krejt që përberja që i kemi përzi qëta përbers, e pini në sabah, edhe në mbrëmje para se me shku me flajt, si fëmija, si kur të rriturit, edhe pse nuk ka me pas nervoj me pi as një herë ma shumë se një dit, keni me pa vet, keni më bind vet çfarë efektit mirë ka pra. Provani edhe bindeni vet, e juve ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të receta fëmija, faleminderit për krahun që ma beni, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit, ju them, miru pafshim.